Mbrëm ka ora 20 deri në ora 21, policia ka realizuar një aksion kontrolli në Gostivar, ku janë përfshirë 6 objekte të improvisuara për shitje të materialeve dekorative me rastin e festës së Vitit Ri. Gjatë kontrollit të realizuar nga 39 vjeçari me inicialet GK, janë marrë rreth 300 lloje të ndryshme të mjeteve piroteknike dhe fishek zjarre. 39 vjeçari është arrestuar dhe është mbajtur në stacionin policor në Gostivar. Pas bardhjes së plotë të rastit, ndaj tij do të pasojë parashtresë penale. Mbrëm nga ora 20 deri në orën 21, policia ka realizuar një aksion kontrolli ku janë përfshirë 6 objekte të improvizuara për shitje të materialeve dekorative me rastin e festës së Vitit të Ri. Gjatë kontrollit të realizuar nga 49 vjeçari me inicialet GK janë marrë rreth 300 lloje të ndryshme të mjeteve piroteknike dhe fishek zjarreve, të cilat janë bërë pjesë e pandare festave. 39 vjeçari nga Gostivari është arrestuar dhe mbajtur në stacionin policor në Gostivar, ndërsa pas bisedës realizuar me të dhe pas bardhjes së plotë të rastit, ndaj tij do të pasojë parashtresë penale. Nga stacioni policor në Gostivar përsërisin apelin drejtuar qytetarëve dhe në rend të parënxënësve për shmangjen e përdorimit të mjeteve piroteknike për festat e fundvitit. Nga atje njoftojnë se brenda kohës janë përforcuar kontrollet dhe aktivitetet tjera në këtë drejtim, duke u atërhequr vërejtjen tregtarëve, prindërve dhe nxënësve se shitja, blerja, por edhe përdorimi i mjeteve piroteknike në vendet publike paratjet shkelje ligjore, për çka parashihet gjob prej 200 deri më 500 euro. Në sektori për punë të brendshme në Tetov thonë se distribuimi në treg në sasi më të mëdha i mjeteve piroteknike është në kundërshtim me ligjin për qetësi publike dhe varësisht nga dëmi shkaktuar parashihen edhe sanksionet ligjore.